ndoshta me kthy jetën e rinis që e kom kalu shumë bukur. Edhe feminin, sidomos feminin në pej ka qenë hata. Ndoshta një burr pa gru në moshë më të shtyme nuk mundet me jetu, ndërsa gruaja po. Femrat janë zojat për gjithçka. Shkollume po, punësim po, materialisht mirë. Atëherë vajzave i kisha thonë, bënuni të pamvaruna. Qëndroni në kamët e juja, hecni me kohën, por gjanat e teprume mos i merrni si t'juja. Ky grip pak na kaloi, valla veç. Kaluse po. Përsa që mos mu dorëzu. Jo, mu dorëzu his. Ka po na vini? Prishtina li. Ka Prishtina. Me qenë se Prishtina li nuk jo, po një 60 vjet. Kjo në Prishtina? Po, prej Pejës. Prej Pejës. Po. Bandit ma të mirë. Po. Unë di që në Pejë ka një problem pak me dalë jashtë Pejës, po unë duket pas Jo, unë kom dalë herët. dashnia aty. Jo, dashnia jo. Po, vllazët i kom pas përpara, kanë qenë intelektual shumë. Në atë kohë kanë kryer fakultete jashtë Kosovës se s'ka pas këtu. Shumë më të mëdha se unë më e vogla. A ju ma e vogla? Ma e vogla edhe kështu që s'kom pas problem me ardh 68 në Prishtinë me studiu. A duron, nëse kem nga kaluara, çka kishe dashur me kthy edhe një herë? Ka diçka ndonjë peng që të ka mbeti? S'mund me thonë peng, po ndoshta me kthy jetën e rinis që e kom kalu shumë bukur. Edhe feminin, sidomos feminin në pej ka qenë hata. Me ato rrugë kaldërmit kohës teme, ka qenë shumë të mira. A mund të jetoj e lumtur një grua pa burr në jetë? Po. Ndoshta një burr pa gru në moshë më të shtyme nuk mundet me jetu, ndërsa gruaja po. Unë ka vdek, po dhimbta është aty, kujtimet janë aty, fëmijët janë aty, shoqër që janë, që ekzistojnë, por nuk e kam ndonjë problem. Pse mos me jetu? Femrat janë zojat për gjithçka. Shkollume po, punësim po, materialisht mirë. Atëherë, unë nuk po them që tamam puna mos me kriju familja ajo shumë keq, nuk po m'pëlqen të trit. Pse të trit mos me kriju familje? Tash po shkojnë 2 fëmijë, kanë filluar një, s'po dojnë mo. Edhe ajo nuk është bashkë në rregull. Ku po shkon populli jonë, ku po shkon kombi jonë, edhe ashtu gjithmonë shkatrum prej luftave me shekuj e shekuj, kem jetë jo qaq shumë, unë jam kundra aty në që po lindin pak. Jo, s'po kanë kushte, po qëfar do kushte rritem bre? Nuk është që nuk muj me urit, edhe nuk do të thot bash veç luksi me qenë, dija po, gjithsesi, po luksi të prum, ku po i qanë? Me ato tableta ndorë krejt kohën, me këtë rjetë që ka ardhë kjo kohë, këtë ndryshe prej kohës time. Unë po më duket që ka që përfundoj. Një mesazh shkurt gjithë grave, çfarë kishte thënë vajzave? Vajzave i kisha thonë, bënuni të pamvaruna. Qëndroni në kamët e juja, hecni me kohën, por gjanat e teprume mos i merrni si t'jujat prej perëndimit apo çfarë do vendi tjetër. Krijoni familje, bëni pak tolerante. Janë për barazi gjinore, por Perëndia ka kriju ty burr, ty gru. Prandaj nuk mundesh me qenë bashkë njësoj, gjitha aspektet. Që kjo është mesazhi jam. Çfarë grua zonja, uroj më të mirat në jetë. Faleminderit shumë, na ndreqet e ditë.